Momentalisht jemi në kohën e web development dhe inovacionit. Pas webfaqes së strukturuar të Apple, gjithmonë është dikush që e ndërton atë. Nikosisht, edhe webfaqja e Samsung është dikush që e ka ndërtu. Asgjë nuk rrjedh vetë. Të gjithë e kuptojmë dhe e dimë që ambicia dhe përkushtimi nuk po ju mungon, po shpenzoni orë të tëra duke bë scroll dhe duke shikuar tutoriale pafund, kurse pafund në YouTube. Po shpenzoni orë të tëra duke lexuar artikuj nga më të ndryshëm. I merrni disa informacione, hapni Visual Studio Code, shkruani disa rreshta kod dhe në fund të fundit po kthehemi prapë tek Introduction to Programming. Të gjitha ato orë pune, ato orë të shpenzuara duke bë scroll dhe duke u mundu me mësu në tutoriale në YouTube, me të vërtet nuk kanë me pas rezultat. E kjo vjen si pasojë e sistemit, do me thonë mësimit pas sistem. Nëse jo vazhdoni edhe mësoni në mënyrën që keni mësu ma herët, ju premtoj që jeni duke humbe dhe duke shpenzu kohë të kot. Për shkak se, në momentin që jo mësoni pas sistem edhe jo në mënyrë kronologjike, atëherë të gjitha kanë me u përzi me njëna tjetrën edhe nuk keni me pas në fund të fundit një projekt që jo muni me prezentu të dikush. Qa kemi bani këtu në MakerMinds është që kemi kriju një sistem të qartë. Jo gjatë këtij trajnimi do të fitoni 2 projekte, me cilën me ato projekte mundi me përfundu edhe projekt portofolien, gjatë që ju ndihmon gjatë aplikimit të tuaj për punë. Mos humni kohë më shumë, aplikoni për konsult falas në makerminds.org dhe bëni pjesë e një sistemi të qartë që keni me fitu një huri.